Nuk diqmi, na u befasum, u habetëm të dytë kjo edhe unë u habetëm s'diqmi ka me shku ku me asë. Ta e kam pru hasër ti motra jeme. Qika jeme, natën e kam pru në 12 natës. Pak pa dek e kam pru aty, kishe demek në burg ka dek. Në burg, a i kur o koni smut, a do të me dek në spital, a do të burg. A i do të në spital kur o koni smut. A ju ka vet, a ju ka tregu na i kush na i harë? Cila u kon arsyeja pse djali ju ka vdek? A ju kanë kallëzu, çka ka pas djali? Hiç, kur gjo. Nuk diqmi, na u befasum, u habetëm të dytë kjo edhe unë u habetëm s'diqmi ka me shku ku me asë. Gjykata Felizajt me vendimin e 24 qershorit të vitit 2024 kishte urdhëruar që Kastriot Sabedini të qëndronte në masën e paraburgimit. Kur në mbrojtjen e shtetit një person vdes, hetimi për shkaktarët e vdekjes duhet të jetë i shpejtë. Kastrioti, një i paraburgosur me dyshimet për dhunë e familje, ishte vendosur në mbikëqyrjen e shtetit prej 22 qershorit 2024. Tani ndjeri fillimisht ishte arrestuar nga policia pas 48 orëve me vendim të gjykatës në Ferizaj u dërgua në paraburgim. Vendimi i gjykatësit në çështjen ndaj Kastriotit ishte që ai të trajtohej në spitalin e psikiatrisë në Prishtinë. Por, vendimi kishte një fusnot apo pasues shumë konfuz. Vendimi shkruante se nëse nuk ka vend në psikiatri, paraburgosuri mund të dërgohej në ndonjërin prej qendrave të paraburgimit. Në rastin e Kastriotit, kjo do të ishte fatale. Transferi nga spitali në burgun e Gjilanit do rezultonte me vdekjen e tij.